Përshëndetje, mirë erdhët në një video të re. Sot, si ditë të verë që kemi, do të gatuajmë byrek sheqere, si nga anë Ersekës. Si fillim dua t'ju uroj të gjithëve një verë të mbarë dhe gëzuar dhe shëndet të kemi mbi të gjitha. Fillojmë nga receta. Si fillim do hedhim gjalpin. Kemi 250 gram gjalp. Gjatë të shkrirë. Do hedhim 5 vezë. Razojmë këto të përshkojt në gjalpin. Edhim 200 gram sheqer kafe. Razojmë dhe këto bashkë. Do hedhim një lugë kafeje sot buke. Kaq. Dhe këtu kemi thinj, do të thënë hi i kulluar. Kjo recetë do hi, nuk do ujë. Do edhim gjysmë kile miell të bardhë. Do edhim dhe gjysmë kile miell misri. Të gjitha I kam të peshuara, të situra. Razojmë me dorë, bashkojmë, të bëhet brunë, nuk do t'i punojmë shumë, sa të bashkojmë masat. Tani do fillojmë t'i vëmë në tepsi. Vëmë para dorën me vaj. Nuk do t'i bëjmë shumë të mëdhaja, se do fryhen kur të piqen. Kaq, kështu. Dhe tani me lanë të një gote, do t'i bëjmë këtë formë kështu.
180 gradë për 30 minuta. I vëmë dhe për të pjekur, do presim 180 gradë për si ju duken. Dhe tani do bëjmë sherbetin. Këtu kemi 800 gram ujë, dhe 1 kg sheqer. Edhe sherbetin e kemi gati, tani do t'ja hedhim. Tani do ta lëm ta pi shurupin, nëse do tjetër do t'i hedhim prapë.